klasës së treta dhe kemi përgatitur projektin e temën të rritemi shëndetshëm. E kemi përgatitur këtë temë sepse mënyra se si rritemi ndikon gjatë gjithë jetës sonë. Unë jam mikrobi. Unë jam sapuni. Ne kemi përgatitur një bisedë midis mikrobit dhe sapunit. Sa mirë kalojmë këtu, kemi shumë ushqim pa pas të ti dhe vend për të shumua. Askus nuk na shef, por ne jemi miliona. Po shion lirin, apo jo mikropor, nuk do të zjarë shumë. E po kush do të përdaloj mua, jam i vogël, i padukshëm dhe i fort. Njerëzit harojnë të lajnë duart, pas do jes para ushqimit dhe pas tualet. Por kur më përdorin mua, çfarë ndodh? Atëherë kemi problem. Ti dhe mishte tu jemi armiku i më i madh. Sa unë shkatëroj mbrojtjen tënde dhe të largoj nga duart e njerëzve, kur ata i lajnë duart për të paktën 20 sekonda, ti dhe mishte tu nuk keni asnjë shans. Oh jo nuk është e drejtë. Më dini të jetoj ishin në duart e papastra. Jo, mikrob, unë jam këtu për të mbrojtur njerëzit, ti dhe mishte tu jeni armiku i më i madh. Oh jo, po vjetuj më ndihmoni ti. Dhe të shkruaj vjetër vetë i fitoj. Ne duhet i lajmë duart rregullisht të shndrojmë të shëndetshëm. Unë jam Supa dhe unë jam Suflaqja. Ne kemi përgatitur një bisedë midis Supës dhe Suflaqjes. Oh, sa mirë që po pushoj pak. Kam kaluar një virosh në të njerëzve të cilë dhe shëndet. Seriozisht, të ja për shëndet? Po kush të do ty me gjitha të një perime? Unë jam e kishies, më duan të gjitha sidomos për kalori. Suflaqja e dashur, e prandaj që je i shishë. Por ato me duar në njërë pasoj që në pas, i ndyna kalorit e tepërta, unë dy më në drejtë. Po të organismin dhe mbaj grupin dhe tuar, e po më faj që në kene pjadrë të mbrëtë. Unë jemi në bushume në një shok patate, salcën dhe nuk ajme shtapotë dhe shqishte. Kush më dhe pisotin në kësaj? Them që nuk është shie, por a keme duar në një herë, por nëse njëzë të hanë shpesh, a do të ndihesh miti, kur atë të ndihen të lodhur, të rënduar, apo të ke problem në shëndetin? Nuk e kishta menduar kështu. Po ti, si ndihesh për të hanë? Unë ndjehem krenare. Unë ndihmë fëmijësh dhe të rritën të fortë, të sëmurë të shurojnë më shpejt, të gjithë ndjehem të lehtë. Ndoshta e tepron ndonjëherë. Nuk është ishte hana e pasër, por që s'ka duhet në mas. Njerëzit duhet të kujdesen për ushqimit e tyre që të rritën të shëndetshëm. E po mirë, ndoshta të kuptojnë njerëzit të marrë në radhë, dhe të vënë që më shmorësin në të vetë. Ja, është ushqyera e kujdruar për të qenë njerëz të shëndetshëm. Unë jam lojra elektronike. Dërsa unë jam lojra fëmijë. Dërsa unë jam fëmija. Ne kemi përgatitur një dramatizim ku një fëmijë dy të zihen midis lojra elektronike dhe lojra në natyrë. Nuk e di se çfarë të përfare si varova të tëra. Hej fëmija, se po mendon kaqja. Hajde këtu dhe luaj me mua. Unë jam plot aventura, grafika magnitëse, ti mund të garosh me miqtë tu. Dhe as nuk të ngrihesh nga vendi. E po prit pak, se të rri brëndar gjithë ditën kur ai mund të dalë dhe të luaj me miqtë e tij dhe të ndjej ajrin e pastë. Ajri i pastër, kush ka nevojë për ajër të pastër? Ku mund të eksplorojnë bota magjike në komoditetin të dhomës së tyre, luks as nuk do të lodhesh. Lodhja është pjesa më e bukur, kur raport, kërcet, luan t'i bëhesh më i fortë, më i shëndetshëm. Përveç kësaj ai disa bukur është të dëgjojnë zoq, teksa këndojnë edhe të ndihesh dielli mbi lëkurë. E po unë të jap emocione të forta, gara, vetura, strategji, ti mund të fitosh pikë dhe mund të bësh kampion. E unë të jap emocione të vërteta, nuk ka pikë më të mira se mjesia kur bën një gol ose kur fiton një garë dapimi. Ndoshta ke të drejtë, por kur me mua, ata harën kohë të tëra. Shumë ko para nuk është gjithmonë gjë e mirë. Shumë ko para ekranit mund të dëmtojë shikimin. E di, por edhe unë mund të jem argëtues nëse më luajnë me masë. Pikërisht nëse të luajnë me masë është në rregull, por nuk duhet të harrosh gjërat në natyrë. E rëndësishme është të ketë ekuilibër mes të dyjave. Më pëlqen kjo ide. Le të bëjmë miq dhe të mësojmë fëmijët si të luajnë si duhet. Pagavën dhe shumë gati. Po, ju do të keni dëshirë të më. Tani unë do të dalë të luaja, se mundem të luaj disa minuta në kompjuter. E dini përse? Sepse ato të konsumojnë më rrallë, pasi në të të dhëmët dhe në lodhin. Edhe pse ne kemi gjanë. Dhe kalcium, por dhe të
konsumuar jo aq shumë. Në sasi të vogël. Ja, kështu, ushqyera e ekuilibruar rrjedhon një jetë të shëndetshme.